Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Në Bashkinë e Tepelenës po vijon normalisht procesi i votimit në kuadër të zgjedhjeve të pjesëshme lokale. Në total janë hapur 21 qendra votimi ku 12.667 qytetar kanë të drejtë vote. Ndërkohë kandidatët për Bashkinë e Tepelenës, Gramos Sako dhe Gabriel Guma, si dhe deputeti i qarkut Tërmet Peçi, pasi ushtruan të drejtën e votës, u bën thirrje qytetarëve të marrin pjesë në proces me qetësi dhe dinjitet. Qytetarët e Delvinës tashmë do të kenë një infrastrukturë rrugore me standarde bashkëkohore, fal punimeve që po realizohen në rrugën hyrëse të qytetit, pjesë e projektit të Autoritetit Rrugor Shqiptar. Punimet që pritet të lehtësojnë lëvizjen e banorëve dhe të rrisin atraktivitetin turistik të zonës u inspektuan nga deputeti Ardit Bido dhe kryebashkiaku Besmir Veli. Ata vlerësuan ecurinë e projektit dhe theksuan se përmirësimi i rrugës do ta bëjë Delvinën më të aksesueshme dhe më të zhvilluar. Në Gjirokastër u promovua libri më i ri autores Mimoza Maria Ajdhoni me titull Gjurmë të yllta. Vepra sjell një udhëtim poetik përmes kujtesës, dritës dhe shpirtit njerëzor, duke mbartur dashurinë për jetën, për qytetin e Gurit dhe për rënjët që na lidhin me njëri tjetrin. Miqë bashkëqytetarë të autores ndan emocione dhe reflektime mbi mesazhet që përcjell libri. Në përmet ping-pongu po kthehet në pasion për fëmijët e qytetit. Në udhëheqjen e trajnerit Etem Bejo, ata ushtrohen rregullisht dhe përgatiten të përfaqësojnë qytetin në gara rajonale dhe më gjerë. Ju njohim tani më gjerësisht. Në Bashkinë e Tepelenës po vijon normalisht procesi i votimit në kuadër të zgjedhjeve të pjesëshme lokale. Në total janë hapur 21 qendra votimi ku 12.667 qytetar kanë të drejtën e votës. Pas mbylljes së qendrave të votimit në orën 18 pritet të nisë menjëherë procesi i numërimit të votave, ku për herë të parë, krahas numërimit manual, do të përdoret edhe inteligjenca artificiale për verifikimin dhe përpunimin e të dhënave. Në Bashkinë e Tepelenës, në të 21 qendrat e votimit që kanë në jurisdiksion, procesi i votimit po vijon normalisht. Nga momenti i hapjes së tyre që prej orës 7 të mëngjesit e deri tani nuk është shënuar asnjë incident. Procesi i votimit ka filluar që në orën 7 sipas ligjit, po vijon normalisht, nuk kemi pasur probleme, në të gjitha qendrat e votimit po vazhdon normalisht procesi i votimit. Deri tani mendohet se ka shkuar diku te 15% e votimit. Jemi në ndjekje të procesit dhe deri tani po ecim normalisht. Si duket pjesëmarrja deri në këtë orë që jemi duke folur? Po është një trend normal. Deri në këtë orë unë ju thash është një dhënë paraprake, po jo shumë e saktë, diku te 15%, po vazhdohet. Mendojmë se do jetë brenda parametrave që ka qenë zakonisht pjesëmarrja në votim. Shifra e zgjedhësve e përgjithshme është 12.640 votues që ka Bashkia Tepelen. Pjesëmarrja ne shpresojmë të jetë mbi 50%, po nuk e dim, këtë gjë nuk mund të themi. Kandidatët për Bashkinë e Tepelenës, Gramos Sako dhe Gabriel Guma, pasi ushtruan të drejtën e votës, u bën thirrje qytetarëve të marrin pjesë në proces me qetësi dhe dinjitet. Kandidati socialist, Gramos Sako, votoi në fshatin Nivic, ndërsa kandidati i opozitës, Gabriel Guma, në fshatin Luzat, rreth orës 10 të mëngjesit. Sapo votova në fshatin tim të lindjes këtu në Nivic dhe u bëj thirrje gjithë banorëve të Bashkisë Tepelen të dalin masivisht në votime të shprehin vullnetin e tyre të lirë. I bëj thirrje të gjithë tepelensëve të dalin dhe të votojnë masivisht, të dalin të bëjnë zgjedhjen e duhur. Unë jam pas marrë dhe më përpara me këto zgjedhje, por jam shumë i lumtur që këtë radhë është tepër demokratike, njerëzit dalin me dëshirën e tyre.
Rreth orës 11 paradites të drejtën e votës e ka ushtruar edhe deputeti Tërmet Peçi. Ai u bëri thirrje qytetarëve të Tepelenës të dalin masivisht në votime dhe të shprehin vullnetin e tyre me qetësi. Tërmet Peçi ka drejtuar Bashkinë e Tepelenës që prej vitit 2011 deri në mars të vitit 2025 kur dha dorëheqjen për t'u bashkuar Kuvendit të Shqipërisë. Gjithë qytetarëve, katër pranësi qytet, qendër, qytet dhe lopës, të marrin pjesë masivisht në këto lokale, ku sot përcaktohet drejtimi dhe përgjegjësia e menaxhimit të Tepelenës. Qytetarët e Delvinës tashmë do të kenë një infrastrukturë rrugore me standarde bashkëkohore, fal punimeve që po realizohen në rrugën hyrëse të qytetit, pjesë e projektit Autoritetit Rrugor Shqiptar. Punimet që pritet të lehtësojnë lëvizjen e banorëve dhe të rrisin atraktivitetin turistik të zonës u inspektuan nga deputeti Artit Bido dhe kryebashkiaku Besmir Veli. Ata vlerësuan ecurinë e projektit dhe theksuan se përmirësimi i rrugës do ta bëjë Delvinën më të aksesueshme dhe më të zhvilluar. Deputeti Ardit Bido dhe kryebashkiaku Besmir Veli inspektuan punimet në rrugën hyrëse të Delvinës, pjesë e projektit Autoritetit Rrugor Shqiptar që po përmbyll infrastrukturën lidhëse të qytetit me Sarandën dhe Tiranën. Kjo rrugë, e cila ka qenë prej kohësh një shqetësim për banorët, po merr më në fund trajtimin që Delvina e meriton. Përmirësimi i infrastrukturës ndikon drejt për drejt në jetën e përditshme të qytetarëve, duke lehtësuar lëvizjen, transportin e mallrave dhe aksesin në shërbime. Aktualisht ndodhemi në segmentin rrugor Shian-Delvin. Pjesë e këtij projekti është edhe rruga lidhëse e fshatit Vergo. Aktualisht janë duke u kryer punimet. Bëhet një zgjerim i dy korsive të segmentit dhe për momentin janë finalizuar diku te 30% e punimeve. Që pritet të përfundojnë? Që pritet të përfundojë në fillim të vitit të ardhshëm. Shumë e rëndësishme tani që Delvina ka qenë një xhep praktikisht, sepse rruga e vjetër që binte nga Muzina ka qenë shumë herët që mund të kaloje nga Delvina përmes rrugës Muzin-Delvin, i binte që shmangej tërësisht, tashmë me rrugën e re që është bërë nga Stërfica që e sjell deri në Shian rrugën kryesore dhe rekonstruksioni i rrugës hyrëse mundson që Delvina të iki pjesë e xhepit. Tani avash të shtym përpara projektin për të bërë rrugën e vjetër, se është një rrugë e bukur turistike ajo që kalon përmes Muzinës, lajmi mirë edhe për Vergojin që do të bëhet rruga hyrëse dhe praktikisht mbetet vetëm Taxati dhe Lefterohori, Kakolliqi dhe Varfaj që nuk kanë rrugë të mira hyrëse në të gjithë bashkinë e Delvinës, si një formë jo vetëm për të nxitur bizneset dhe për të përmirësuar jetesën e banorëve, por dhe për të sjellë turistë. Se do ta themi edhe këto ditë ka pas turistë në Delvin që vijnë nga Saranda. Patjetër, jo vetëm. Çastin që mbarojmë infrastrukturën do të ketë edhe më shumë mundësi të një turizmi që do ta ringjalli edhe ekonomikisht Delvinin. Rruga hyrëse e Delvinës po shndërrohet në një simbol të ndryshimit, një investim që prek drejt për drejt jetën e banorëve dhe hap qytetin drejt një sezoni të rizhvillimi. Çdo vit qindra vizitor kalojnë nëpër Delvin për të zbuluar historinë dhe natyrën e saj, dhe një infrastrukturë moderne do ta bëjë qytetin më mikpritës e më tërheqës. Gazetari dhe shkrimtari Marash Mirashi prezantoi në bibliotekën Gjergj Fishta në Lezhë romanin e tij më të ri, Vula. Një vepër që përzihen groteskun me filozofinë dhe ironinë e përditshme shqiptare. Romani është një përrallë moderne ku realiteti dhe trillimi për përkatësinë e një vule shkrihen në një lojë të hollë me satirës dhe absurdit.
Gazetari dhe shkrimtari Marash Mirashi prezantoi në Lesh romanin e tij më të fundit, të titulluar Vula. Kjo vepër që merr shtys nga përplasjet e dy grupimeve të njohura për të mbrojtur përkatësinë e një vule, është shndruar mjeshtërisht nga autori në një prallë moderne. Loja e imagjinatës sfidon kufit mes reales dhe të trilluarës, duke vendosur lexuesin përballë një universi ku realiteti dhe fantazia ndërthuren në mënyrë befasuese. Ky botim u prit me interes nga lexuesit dhe dashamirësit e letërsisë, të cilët vlerësuan stilin e veçantë të autorit, gjuhën sarkastike, groteskun dhe mënyrën si ai ndërthur filozofin me artin e rrëfimit. Ka sarkazm, ka humor, ka nën tekstet, edhe në përmes saj ai i vën personazhin. E veçantë është në këtë libër semiotika, shenjat që sjellai, mënyrë loja që bën edhe me intermezzo që janë si të ndërkallura në tekst për ta sjellur në vëmendje personazhin edhe me marrëdhënien kryesore. Kjo është një aspekt stilistik i tij i dallueshëm dhe i pëlqyeshëm për lexuesin. Jo do thotë që lexuesit do të kenë në dorë një libër që lexohet me kënaqësi, gjatë një leximi ti mund të përftosh dhe buzëqeshje, po edhe mund të nënqeshish ndonjëherë me ato batuta, me atë dialog që bën autori. Unë kam 3 dekada gjysë që lexoj poezinë e Marash Mirashit dhe lexoj për te miqësisime me të, sikundër se njek me po të njëjtin respekt e dashuri publicistikën e tij, e cila ka ecë pa ndal një kursi krejt përveçme nëpërmjet një hapësine të blerë të jetë prej fiks 3 dekadash. Po prej një viti e kënej, kur ai pati sjell në shtëpinë tonë botuese romanin e tij Brirët, jam një për një çast në Pezullin që shkakton një papritun e fort e gëzueshme. Poeti dhe publicisti prej një vendi të dallueshëm, ku tashmë gjenden një hierarkinë e poezisë moderne dhe të letrave shqipe, bashkohore, përmes 2 zhanrave të sipërpërmendur na surprizon së fundi me satirën e tij. Alegoria, ironia therse, zua poetike dhe ndërtimi eksperimental e bën romanin e manifest kundër konformizmit dhe hipokrizisë politike. Lexuesi në fund mbetet me pyetjen se sintetizon të gjithë veprën. Në fakt edhe vetë opinioni publik matkohet janë këtë, po themi kryqëzim. Në Republikën e Absurdisë, kush e ka vulën? Dhe më rëndësishmja, a ka me ndonjë rëndësi se kush e ka këtë vulë, pra s'kishte marrë si pikë rëndësi. Në libër, siç u përmend me drejtë, është ndërthurur gazetari, shkrimtari dhe poeti. Në strukturën e tij fillimisht ai duket sikur është një kronik me hyrjet në fillim të çdo paragrafi që shpjegon në një farë mënyrë çfarë do shtjellohet më tej, dhe më pas shkrimtari hyn në lojë me një gjuhë jashtëzakonisht të pasur, me lojën që bën ai me fjalën dhe me personazhet vet. Poeti pa diskutim hyn në lojë me figuracionin tepër të veçantë, vërtet original, të pandeshur edhe më herët. Tipizimi i karaktereve, përshkrimi i situatave dhe rrëfimi i ngjarjeve me një gjuhë të pasur dhe një figuracion tepër original, duke nisur qysh në krahasimet, metaforat, antitezat dhe kontrastet e goditura, ironia dhe deri te grotesku. Dua të turoj sepse vërtet më ka lënë brisa shumë dhe na rikthen po prap të gjejmë atë kohën e humbur apo atë kohën që ne nuk mundemi ta gjejmë dot për të kthyer leximit. Dhe pse her pas here do na duhet shumë që ne të rikthehemi. Ashtu si tek romani Brirët, edhe ngjarjet që zhvillohen në romanin Vula janë pikërisht në Republikën e Babzilandit, pavarësisht se tek Vula zhvendosen në një skenë tjetër, në skenën e absurdit politik. Kjo mendoj unë që është pikërisht themeli dhe mesazhi kryesor i këtij romani. Autori i këtij botimi, Marash Mirashi, theksoi se romani Vula është një reflektim mbi absurditetin e përditshëm, i cili shpesh maskohet në normalitet. Kur politika rend pas simboleve, qytetarët bëhen spektator të një teatri të çmendur. Romani Vula është një grotesk ndaj shoqërisë shqiptare, ndaj politikës shqiptare. Është një mënyrë për të dhënë tek lexuesit një prallë moderne. Pasi po ta shohim me vëmendje, gjithçka që ka ndodhur për Vulën është më fiction se sa vetë letërsia. Dhe ndoshta duke realizuar këtë libër, unë sjell për lexuesin në jo thjesht një ngjarje, nuk sjell një kronologji se çfarë ka ndodhur me Vulën, pasi ajo nuk më intereson, por e kam marrë Vulën thjesht për ta përdorur për interesat e mia letrare, për të realizuar një prallë moderne që njerëzit të kënaqen, të krijojnë kënaqësi estetike duke lexuar këtë libër, i cili mendoj se nga ato që u thanë, është një libër që ndoshta do të ketë lexuesit e vet. Dhe në
Duhet të them se në këtë situatë ku ndodhet si thua sot politika shqiptare, unë si autor them se shumë shkrimtarë ndoshta duhet të kthejnë syt nga realiteti shqiptar, pasi ky realitet është i mbarësur me ngjarje nga më të çuditshme, të cilat edhe pa i shkruar, edhe pa i hedhur në letër si libër, tingëllojnë libra në vete. Ky botim i gazetarit dhe shkrimtarit Marash Mirashi vjen pas suksesit të romanit Brirët, që tërhoqi vëmendjen e lexuesve dhe u vlerësua me çmimin letrar Atë Gjergj Fishta në vitin 2024. Në Gjirokastër u promovua libri më i ri autores Mimoza Maria Ajdhoni me titull Gjurmë të yllta. Vepra sjell një udhëtim poetik përmes kujtesës, dritës dhe shpirtit njerëzor, duke mbartur dashurinë për jetën, për qytetin e Gurit dhe për rënjët që na lidhin me njëri tjetrin. Miqe bashkëqytetar të autores ndan emocione dhe reflektime mbi mesazhet që përcjell libri. Në qytetin e Gurt u promovua vëllimi me poezi Gjurmë të yllta e autores Mimoza Maria Ajdhoni. Në këtë botim autoria sjell një përmbledhje ndjenjash, kujtimesh dhe refleksionesh ku fjala poetike shndrohet në udhëtim shpirtëror ndërmjet dritës dhe kujtimit. Vetë autoria ndalet tek frymëzimi dhe mesazhi i këtij botimi letrar. Titulli i librit është Gjurmë të yllta. E titullova kështu sepse unë besoj se çdo njeri lë pas vetes një gjurmë, lë pas vetes një dritë. Ndonjëherë ajo dritë është e vogël sa një yll në një natë të paanë, por gjithsesi ndriçon. Kështu kam dashur të jenë dhe poezitë e mia, gjurmë që nuk fshihen, por ngelen ndoshta për të ndriçuar rrugën e dikujt tjetër. Ky është vëllimi im i dytë poetik. Vëllimi i parë doli para 2 vjetëve me titullin Labirint. Redaktori i librit Petrit Beqiri flet për vlerat artistike e gjuhësore të poezive, duke cilësuar Gjurmë të yllta si një botim që le shenjë në letërsim bashkohore shqiptare. Lënda që më solli Moza dhe ma besoi mua për ta redaktuar ishte një lëndë shumë e mirë, lëndë e arrirë që unë e redaktova, e strukturova dhe ka ardhur në këtë gjendje që është ky libër si një gjurmë e bukur në fushën e poezisë. Me Gjurmë të yllta, Mimoza Maria Ajdhoni i shton poezisë shqipe një zë të ndjeshëm që ngrehura midis shpirtit njerëzor dhe botës poetike. Në Sarandë u promovua libri më i ri i poetit Ibrahim Didani, Stinë dashuria, vepra e tij e 20. Aktiviteti u organizua nga klubet jonianët dhe letarët me pjesëmarrjen e krijuesve dhe botuesve të zonës. Pjesëmarrësit e vlerësuan Didani si një nga autorët më prodhimtar të Sarandës që çdo vit sjell një libër të ri. Një kambis që fjalën e bën ndjenje, poezi dhe lekët i bën libra. Ky është Ibrahim Didani, krijuesi ndoshta më prodhimtar në Sarandë me fakultet letërsie, të kryer pa ju ndar punës së përditshme për mbijetesë. E nisi provën e parë në vitin 1997, duke parë mes krismave ëndra dashurie. 2 vite më vonë çoi të vargëzuar tek fëmijët e atyre kohërave legjendën e syrit të kaltër. Nuk është se shkëlqeu, por sfida me veten kishte nisur dhe prej asaj kohe nuk ishte ndarë asaj. Një ditë më parë ndau me miqtë dhe krijuesit gëzimin e librit të tij të 20, në një promovim të mbështetur nga klubi krijues Jonianët e Sarandës dhe letarët nga Delvina. Në emër të krijuesve Delvinjot, Panajot Zoto, që moderoi dhe promovimin, përgëzoi autorin dhe u ndal në vlerat që i shton veprës Ibrahim Didanit, vëllimi më i fundit me poezi titulluar Stinë dashurie. Është një ndër krijuesit më prodhimtar, me një kohështrirje thuajse më të gjatë nga shumë ndër ne. Galeria e veprave të këtij autori është e pasur me larmishme në llojshmëri e gjini letrare. Redaktori i librit, Bekim Alizoti, ndau me të pranishmit vlerësimin e tij për thellësinë ndjesore që karakterizon poezinë e Ibrahim Didanit. Stinë dashurie, ai ka bërë një përmas tjetër dashurisë duke e quajtur stina e pestë e shpirtit njerëzor. Shkruan për atë që ndjen, shkruan jo vetëm për dashurinë që është si e botës shpirtërore, por shkruan e për dashurinë e shokëve, të nënës, të prindit, shokët që ose njerëzit që ai i ndjen që duhet shkruaj. Në këtë promovim,
Përfaqësuesit e shtëpisë botuese bën për krijuesit e klubit Jonianët ofertën për të botuar falas antologjinë 2025. Gazetari Ermir Hoxha i dha edhe më shumë ndjesi krijimi dhe ngrohtësi promovimit me interpretimin e poezisë për shëndetje, ndërkohë që Angelonika recitoi poezin prekse iku edhe një artist, kushtuar aktorit Sarandiot ndar nga jeta Anastas Nika. Mbi dhe, shkëlqimin e tyre kudo, mbi të bukurin atë. Përshëndes kohën me dritë e shkëlqim, qytetin me lëvizje, ndriçim. Tek mua dhe çdo qytetar Sarandiot qarkulloi lajmi komshëm. Anastas Nika, artisti madh, mbylli syt, ushuasi meteor në ditë qershori. Në vapër vëluese si pasojë e virusit që rëmbeu si ulkojnë. Mësuesi i letërsisë Behar Maze, bashkëudhëtar me autorin në pasioni për krijimin e çmoi librin Stin dashurie si një tregues të botës emocionale të autorit, të dallueshme përmes vargjeve të tij. Poet i sinqert është një poet që shkruan me thjeshtësi në të shprehur dhe i qartë në të kuptuar. Ibrahimi çmon lart të thjeshtën, të bukurën, të mirën, i papajtueshëm me negativitetin e kohës. Shkrimtari Shkëlqim Hajno dhe gazetari Thomanika sollën mendime dhe vlerësime për Didanin si një krijues që boton gati çdo vit një libër të ri, ndërkohë që thanë se është koha që eksperjenca krijuese të kthehet në sfidë për më shumë cilësi dhe letërsi të mirë. Dhe fakti i pranisë së këtyre këtu tregon pikërisht këtë një lloj përgjegjësie, nuk është thjesht që mbaroi marrëdhënia autor-botues, marrëdhënia ekonomistë të tregut dhe kaq. Këshilla më e frikshme dhe më e shëndetshme që do t'i jepim sot Ibrahimit do të ishte që ai të jetë më sfidues ndaj vetes, të jetë më kërkues për cilësinë, të rënë më pak, ta ul pak vrapin pas sasisë. Ibrahim Didani është autori disa botimeve për fëmijë, i disa avëllimeve në poezi e prozë, deri dhe i një romani si dhe bashkautor në 2 botime për fshatin e origjinës Janjari. Nëpërmjet ping-pongu po kthehet në pasion për fëmijët e qytetit. Në udhëheqjen e trajnerit Etem Bejo, ata ushtrojnë rregullisht dhe përgatiten të përfaqësojnë qytetin në gara rajonale, por edhe më gjerë. Ping-pongu është kthyer në një pasion të vërtet për 10 fëmijë përmetar që ndjekin me zell çdo stërvitje në udhëheqjen e trajnerit Etem Bejo. Gjatë këtij viti, 2025, ne kemi patur një sër aktivitetesh kombëtare në Tiranë, Shkodër, Elbasan dhe në qytete tjera. Ekipet tona, si të meshkujve edhe të femrëve, kanë patur rezultate të mira. Bile, këtë vit ne kemi arritur të kulmin, si thonë, të këtyre rezultateve. Një nga këto vajzat tona, e moshës 13 vjeçare, arritit të shpallet kampioni e Shqipërisë për moshën 13 vjeçare, arritit të shpallet kampioni e Shqipërisë edhe për moshën 15 vjeçare, njëkohësisht arritit të shpallet kampioni edhe për moshën 17 vjeçare. 3 tituj, i mori 3 medalje, kupa. Kemi një grup me fëmijët të moshave të klasave të dyta të ciklit të ulët, të cilët vinë shërbiten pas mësimit me këto grupe, 2-3 grupe, se grupet të janë nga 6-7 vetës, përsa që edhe mundësia e sallës. Kjo arritje vjen fal edhe investimeve të fundit nga Bashkimi Evropian dhe pushteti vendor, të cilët kanë krijuar kushte të mira për zhvillimin e këtij sporti në qytet, theksoi Bejo. Krahas bashkisë që ka dhënë kontribut kaq të madh, një kontribut veçantë, ka dhënë dhe Komiteti Evropian, i cili na krijoi mundësinë me një projekt për ta ndërtuar së sallë të re për ta bërë moderne, siç edhe arritëm edhe mundësinë për ta bërë. Fal këtyre përmirësimeve, fëmijët përmetar jo vetëm që po ushtrohen rregullisht, por edhe po përgatiten për të marrë pjesë në gara rajonale dhe më gjerë, duke përfaqësuar me krenari qytetin e tyre. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë, miru takofshim.